sot është një ditë shumë e rëndësishme për demokratët e Shkodrës. Votohet për kryetarin e DEK Shkodër për 4 vitet e ardhshme. Duket pjesëmarrja duket shumë e mirë, ka pjesëmarrje, gjë që është shumë gjë e mirë për procesin. Gjithçka po shkon marrë mirë. Të kandidat janë të njoftën me strukturat, kanë pas vite struktura, kena filluar qysh seksione, grup seksione me radhë. Unë uroj që të fitoj ai që të vendosin antarësia, sepse ajo është baza e themelit të demokracisë. Në fund procesit ne të gjithë do jemi bashkë, do jemi gati për sfidat e rrotshme që na presin. Kështu që falenderoj edhe për që jeni sot këtu, falenderoj edhe votuesit e Partisë Demokratike që sot marrin pjesë në këtë votim. Falenderoj. Shënimi juaj për 300 vjet që është kërkuar që të hiqen nga lista. Unë kam qenë ai që kam këmbgul që lista më kanë është jashtë. Dhe kam rënë dakord, kam qenë i parë që kam thënë që nuk do të mëj asnjë. Ta kryejmë këtë proces i cili sot është i rëndësishëm, mbrapa mësoj të fillojnë edhe filtrimi i listave, të fillojnë edhe riorganizimi i partisë dhe përgatitja për zgjedhjet lokale të vitit tjetër. Ndryshe nga procesi i përzgjedhjes kandidatëve u shoqëruan me tensione dhe probleme mes strukturave sot për të shojmë bashkë. Ky është mesazhi që ne japim Partisë Demokratike dhe strukturave, ne jena bashkë, pavarësisht se debate ka pas do të ketë gjithmonë, ne kemi hallë mbrapa çdo gjë dhe sot jena për PD dhe për strukturat e Partisë Demokratike.